All the films in one radio show. Folëm pak më përpara që është periudha që ne duam të shohim zakonisht filma të ngrohtë, po më duket sikur je shumë i saktë për atë që the. Ndonjëherë kalojmë dhe te këto thrillerat psikologjik pak më të ftohtë dhe ky filmi për të cilin unë dua të flas, titullohet Die My Love, dhe nga traileri paraqitej, domethënë ishte jashtëzakonisht shumë premtues pas trailerit, është Jennifer Lawrence dhe Robert Pattinson si dy protagonistët, një dyshe, një çift, që ti kur shikon trailerin është plot ngjyra, skena, këta të dy të dashuruar pas njëri tjetrit, dhe ti mendon se edhe ngjarjet në film do jenë shumë të shpejta dhe do ketë një tempo ritëm filmi pak a shumë si traileri, dhe më pas ti hap atë filmin dhe është nga ato filmat e ngadalt që duket sikur asgjë nuk ndodh për një kohë shumë të gjatë. Më pëlqeu shumë rrjedha e ngjarjeve, më saktë skenari i filmit. Jennifer Lawrence luan një shkrimtare, noveliste, e cila I ke fiksim këto. Kam qejf shkrimtare do bërë. Më pëlqen të shkruaj dhe vetë diçka që më ngjit. Kemi një skenar të ngjashëm, po interesante. Janë femra inteligjente dhe më pëlqejnë shumë. Ajo është një shkrimtare e cila është martuar me burrin e saj dhe kanë vendosur të shkojnë në një zonë të sekluduar, pra në një shtëpi në pyll, që e ka patur një familjar i bashkëshortit të saj, dhe ajo e gjen veten e saj vetëm me bebin e saj në këtë shtëpinë në pyll. Burri i saj është gjatë gjithë kohës duke punuar. Në pamje të parë kjo duket si një femër e arrirë, sepse është ai formati me cilin të gjithë jemi mësuar që në momentin që ti ke një fëmijë, ke një bashkëshort, jeton në një zonë urbane ku ke gjithë atë oborrin për vete dhe shtëpinë e bukur, duhet të jesh tërësisht e plotësuar, ama Jennifer Lawrence jo vetëm që nuk është e plotësuar, po fillon të thellohet në bipolaritetin e saj, dhe i gjithë filmi tregon se si kjo grua, e cila erdhi shumë normale, e lumtur, e egzaltuar dhe e qetë në këtë shtëpi nga vetmia, nga aludimet dhe dyshimet mbi tradhtinë e bashkëshortit, shndërrohet në një grua që vuan nga problemet mendore. Përveç se nuk e përfundon, domethënë dhe nuk nis të shkruaj librin e saj, ajo është konstantisht në një episode manike i quaj unë, pra me një ndryshim karakterial, personaliteti, gjendjeje komplet e palumtur, dhe për mua ishte si një rikujtes, ndoshta nga që jam në këtë sapo mbusha 27 edhe jena atë moshën që thua, në momentin që unë do kem shtëpinë, do kem bebin, do kem burrin, do jem shumë e lumtur, edhe ky duhet jetë qëllimi im, dhe mendoj mos është qëllim. Por kur e shet të portretizuar, se e them hera herës të gjën që do rria edhe në shtëpi, nuk e kam problem të isha shtëpiake të tjerë. Pasi pash Jennifer Lawrence Die My Love, mendoj që duhet dalë në punë. Mirë, nuk duhet ta shohin të gjithë këtë film. Megjithatë, duket se është shumë psikologjik si film, duke qenë se besoj tek Jennifer Lawrence është përqendruar, pra po themi gjithë historia më së tepër, tek karakteri i saj dhe tek evoluimi i saj si personazh nga fillimi kur ajo mbërri në këtë shtëpi dhe në fund. Ndoshta qëndrime të tilla të ndihmojnë ta kuptosh pak më shumë veten, po është ajo që the ti, që ndoshta një gjë që mund të ishte pak e tepër do çonte në një lloj dëmtimi pastaj të vetvetes. Megjithatë, kjo bazohet edhe te karakteri i njeriu. Ka shumë njerëz që janë introvertë dhe u pëlqen të jetojnë veten e ta zhvillojnë jetën e tyre vetëm. Unë jam një gjys, unë nuk e kam problem të jetoj vetëm, nuk e di për ty. Pra unë dëgjoj njerëz që thonë unë kam frikë të jetoj vetëm, pra duhet të kem praninë e dikujt. Unë e shijoj të jetuarin vetëm, por llogarit këtu dhe aludimet në kokën e saj se bashkëshorti po e tradhtonte, sepse gjente fakte gjithkohë. Tani ti të rish në shtëpi dhe të dish që partneri ajote ka dalë jashtë dhe po bën diçka, nuk mendoj se do ishe më i qetin në botë. Unë ju referova kohëve të shkuara kur jetoja vetëm, është saktë, duhet të rikthehemi në gjendjen aktuale. Nuk e di, s'besoj. Dhe unë ndërkohë do kaloj tek një tjetër gjë. I kam folur Edeas disa herë për këtë serial dhe sot e kapa mat që nuk e kishte parë ende. Fallout është sezoni i 2. Sigurisht ky subjekt, të cilën ajo nga unë e ka dëgjuar me qindra herë, që njerëzit mbyllen në një kasafort. Po edhe kjo gjë që mua më pëlqen, pra që ka një lloj shpërthimi bërthamor dhe njerëzit mbyllen në një kasafort, të cilën njerëzit mbyllen në një tip kasaforte ose në disa tunele që të pasurit i kishin ndërtuar, është
ka një lloj ngjashmërie shumë me realitetin në të cilin ndodhemi sot. Bota ishte në prag të një lufte, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ishin në një konflikt dhe pritej, siç edhe sot ka shpesh herë lajme që a mund të përdoren armët bërthamore, ishte e njëjta situatë. Dhe kjo luftë e ftohtë kishte filluar për disa vite, saqë shumë kompani kishin filluar të ndërtonin tunele në mënyrë që nëse bëhej luftë, atëherë njerëzit të blinin një apartament dhe kushdo mund ta blinte një apartament, kushdo jo, po sigurisht ai që kishte mundësi financiare. Sigurisht këtu është shumë i bukur sepse ka disa dimensione. Janë edhe këto kompanitë që në sajt të këtyre lajmeve të rreme të luftës bënin tragjedira në lajm të parë që Shtetet e Bashkuara nesër pritet i përgjigjen Rusisë me një armë bërthamore, siguroni shtëpinë tuaj para se të jetë shumë vonë. Dhe shumë nga këto njerëz kishin bler një shtëpi. Filmi e shpejton goxha kohën kur në fakt bomba bërthamore plas vërtet dhe del me njëherë tek njerëzit që kishin filluar të jetonin në kasaforta. Kishin një uniform ngjyrë blu, secili kishte nga një tag, një numër banori dhe sigurisht kasafortat kishin një lloj marrëdhënie me njëri tjetrin. Ishte gati një qytet që kishte disa kasaforta. Dhe sigurisht kasaforta, po themi, e Tiranës bashkëpunonte me Elbasanin me anë të një tuneli të gjatë. Dhe këta, për tu shumuar, bëni një lloj shorti që një djalë nga kasaforta e Elbasanit. Do duhet përputhemi një vajzë nga kasaforta e Tiranës, po e gjitha në shorte. Okej. Dhe këta pra nuk e zgjidhni njëri tjetrin, ishte si të binte numri. Po si të binte numri, mjafton që të ishin mashkull dhe femër dhe këta i fusin në një dhomë, kishte një lloj 2-3 javë derisa vajza të dilte shtatzën për andej. Ishte me detyrim kjo gjë. Po. Nëse nuk del, do duhet të ndrohej personi që ishte faj. Megjithatë, kalojmë te kjo pjesë, toka ekzistonte pra si atmosferë, por ishte shumë toksike dhe askush nuk guxonte të dilte në sipërfaqe sepse kishte njerëz që ishin shndruar në zombi, kishte një ushtri e cila mundohej të kontrollonte atë pak lloj jete që kishte ngelur. Dhe një vajzë nga një kasafort merr mundimin që të dalë në sipërfaqe. Dalja e saj në sipërfaqe është ekstrem me aventura, shumë të bukura, nuk di ç'të them, jam shumë i emocionuar që ka dalë sezoni i dytë, po unë po pres sepse në Amazon Prime i jepet nga një seri në javë. Dhe unë kam filluar të luaj këtë lojën që më mirë pres të dalin të 10-ta dhe t'i shikoj. E mbyllim këtu. Duhet ta shikosh këtë, është serial fantastik. Kthehemi pas pak. Së bashku do të dëgjojmë të premten tjetër në rast se doni të shkoni dhe të shikoni një film në ekranin e madh. Cineplex ju ofron pafundësisht shumë premiera, ama e dura dhe ajo e momentit që po bën më shumë zhurmë është Avatar. Krahas Avatar, A Mouse Hunt for Christmas, Five Nights at Freddy's, Now You See Me, Now You Don't, The Running Man, Zootropoli 2, Wicked for Good, janë disa nga premierat që janë aktualisht në Cineplex. Të tjera do vinë edhe përpara vitit të ri, kështu që do keni mundësi për të parë filma të bukur plot bashk, sigurisht do të jemi javën që vjen. Deri atëherë, kalofshi bukur dhe shijoni gjithë këtë atmosferë të magjishme të fundvitit.